në pragun e festave të fund vitit dhe ka mendu dhe ma kanë kërku edhe në faqen time të YouTube-it rosto në tenxhere. Në furrën e sobës unë e kam dhe atë pëlqej për veten time, megjithatë ka njerëz që dëshirojnë të llogatimi, nuk duan të bëjnë shpenzime, fakti ashtu është, me korrentin dihet se situatat janë të vështira, edhe ekonomia po ashtu, prandaj këtë ka mendu me e bë me tenxhere. Këtë mund ta bësh me çfarë do lloj mishi, me të gjitha llojet e mishave, duke filluar që nga dashi, deri, viçi, lopa, si të doni. Në kuzhinë këto quhen misha të stufum, nga që skuqen më përpara, pastaj hidhen në tenxhere dhe zihen avash avash. Tashti filloj dhe merrem me përgatitjen e recetës. Në fillim unë do ta lyj këtë me kryp, ja, me kryp mishin, pak nga sipër, që të mori atë shijen e dur, se dihet që krypa, unë e kam lënë vetvetiu, ma ka pastru kasapi, është 1 kile e 300 gram, 250 gram, rreth 300 gram, mish, viçi, dhe ma ka gry, po këtë cipën e holl që ze një pjesë të dhjamit, unë e lash vetë, se kjo i jep shumë shije dhe aromë mishit, kur bje në kontakt me nxehtësinë edhe me ynyrën, i jep shumë shije, prandaj duhet mos i hiqni vetëm lëkurat që janë të forta, ndërsa pjesën që kam pak dhjam duhet me i lënë. E kthej edhe nga ana tjetër. Unë e kam marrë këtë pjesë kofshe, mund të merrni edhe shpatull, po ashtu më dha kasapi, që kisha bë porosi, edhe unë atë mora, se jam kliente rregullt prej vitesh. Tashti masi e lyva mirë me kryp, unë do t'i çpoj radh e radh, vene, që t'i fus, tu kam marrë ca kokra, nuk do t'ja fus gjitha, është piper i zi, kokër, kam marrë edhe një 3 thelpi hudhër, do t'ja vej radh e radh, jo të gjithën, po aq sa më pëlqen më shija e hudhës në gatim. E marrë dhe i hap kështu vene. Ja, që të bëhet kanal thika, se ky është pjesë e butë e mishit. E lyjm fillimisht me pak kryp, që t'y hy lezeti i krypës mrena, se është mishi i trash, dihet. Pjesë rostove, do i thush edhe kasapit, dhe do i futësh një thelp hudhë, ja. Do të hapësh kanalin sa t'i xej mrena këto thelpit e hudhës, edhe në thelpin e hudhës pak përshije do t'i hudh edhe 1-2 kokra piper të zi. Kështu do vazhdoj për gjithë marinimin e pjesës së kofshës. Ja, gjithmonë munohem ta hap mirë, nuk do t'i fus karrot, nuk më pëlqen. Varet në gustot e mia, po fillimisht gjithmonë me krypën duhet me punu, me i hy pak në thellësi, se i jep shumë shije dhe lezet mishit. Dhe sa do ta bosh sipër, ajo është pjesë e trash, nuk shkon. Ja, pak piper, edhe pak hudhë. Vazhdoj me këtë pjesën tjetër. I njëjti marinim është për të gjitha pjesët. Po gjithmonë duhet me punu thellë. Ku ta haj gishti më thellë si tunel. Edhe thelpin e hudhës. Tashti e marinova nga të dy anët. Sigurisht edhe e çava, edhe kthej dhe nga pjesa tjetër në të dy anët, i futa ato piperin edhe hudhat, radh e radh, tash e kam gati për ta skuq në ftere. Ndeza vatrën, nxehtësia duhet të jetë e fortë, do ta lej të ngrohet pak fterja dhe do t'i hedh. Këtu kam përgatit vaj ullini me vaj gjelle, edhe do t'i hedh pak një gisht, po thuj se ynyrë, se kjo do përzihet me ujë, edhe do shtohet lang pastaj. Prandaj do t'i hedh pak ynyrë më shumë, një gisht gati poshtë që të ka vërdiset mirë dhe mos u nxihet. Gjithmonë skuqja do jetë perfekte, pastaj
Do vazhdojmë procedurën. Tu kam një gotë me ven të kuqe. Nuk është se do ta hudh gjithën. Po ju them edhe për muslimanët se gjithmonë edhe unë hezitoj për të bërë një mish, një gjë me ven, as të bardhën, as të kuqen, po më vjen keq s'kam çat bëj, megjithatë të më falin, nuk e përdorin roston me ven, po do ta përdorin me uthull. E përdorin me uthull molle, nuk e ka shijen e kësaj sigurisht, po prapë e bën një punë. Tash i mu ngrofe edhe fterja, do i hudh vojin. Kushto dete bë dhe drejte në tenxhere, po tenxheria ime nuk është aq e madhe, nuk ka hapësirë në fund. Është 7 kg, po nuk është shumë e gjon, prandaj unë do detyrojmë, procedura do t'ja bëj që në ftere. Tash i hudh fillim karrotat, du t'i ka vërdis pak, i japim pak shije. Shije shumë të mirë, Viles. Fillimisht do merrem vetëm me karrotën. Do t'i jap një kabërdisje të lehtë dhe do t'i fus në tenxhere, se duhet patjetër që të kem pak karrotë. Mund t'i hedhin dhe selino, unë do t'i hedh pak dafin. Nuk isha selino, ju kam thonë çaj u ndodhe në shtëpi, mos u hallakatni, s'ka ndonjë gjë, zëvendësoni me një diçka tjetër. Çfarë po mbaj shtëpia. Tash që u ka vërdisën pak to, e ka vërdis dhe pak kepër. Nuk e kam prek kështu copa, po e kam preferu edhe po të keni kep më të vogla, unë këtë kisha më të vogla, një kep në 1 kile e pak rosto, sa për shije dhe aromë. Gjithmonë, këto duhet jenë të pjekme o të kabërdisme, po pse duhet hapë furrën e sobës. Gjithmonë kursimi duhet jetë primar. Dhe vazhdoj kështu në ftere, nga pak. Do largoj tash dhe do t'i fus drejte në tenxherin që do punoj roston. Ja, të gjitha zazavatet i kalova këtej. Se marrin shijen shumë të mirë, sa t'i udhësh ashtu, të zime. Ashtu i kaloj roston aty. Duke i nejtë e koka që mos të digjet. Edhe tu e lujt nga pak, që të mori faqe tamam. Jo, duhet mori faqe gjitha ne. U ta lejmë, avash, tu e lëviz nga i qip. Tashtimi që është në rregull, do t'i hedh venën. Dhe muloj që mos i dal javullin me një kapak. E kthej dhe i qik nga ana tjetër, edhe e kaloj në tenxhere. Tash i boj hazër tenxhere. Do i hedhim ujë të ngrohtë. Nga tash i do t'i hudh edhe pak kryp.
edhe këtë gjethen e dafinës, edhe pak piper të zi. Ashtu e muloj, që të mori val, edhe t'ja hudh mishit sipër, ashtu të nxehtë dhe do t'a bëj avash avash. Po mos keni tenxhere presioni, rreth 2 orë i keni mrena, ndërsa tenxhere presioni shpejton shumë zjerjen. Po thuj se 1/3 e kohës e ke të likuidume, maron shumë shpejt, rreth 1 orë i qarek, avash avash. Ndërsa kështu janë procedurat pak më të gjata. Gjithmonë tenxherja ka procedurë tjetër nga furra. Kush të dëshiroj, në fund mund ta fusi dhe një faqe në furrë. Duke pa dhe duke bën, do ta lej vetëm me tenxhere, si ma kanë kërkuar ndjeksat e mi. Tashi që mori val, unë do ta hap tenxheren, do ta shoh fillimisht për krypën, edhe do ta kaloj në tenxhere, ta bëj avash avash. Ashtu i lejtësim. Valën e mori, se hudha longun të përvlum, dhe e kaloj tashi avash të bëjmë për 1 orë i qarek. Shumë avash biles, aty e ka lezetin rosto, që të marri aromën dhe marinimin e erëzave, edhe tulli të marri shije. Tashi do hap tenxhere, e kam lënë 1 orë e gjys, po e gatuj shumë avash, që të morë shijen e të marrin të gjitha shijen e marinimit, tani dhe e kam lënë bëj avash avash. Kështu duhet faktikisht, po me tenxhere të zakonshëm pa 2 orë e gjysmë nuk mund të ashtu, dhe mund kur është mish më i madh si dihet, po gjithmonë presioni ju qit faqebar, ju shkurton kohën e gatimit. E largoj tash i tenxheren, e kam rrotullu disa herë, po ju a shpjegoj dhe këtë dhe mbajni men, njërë nga një anë, njërë nga ana tjetër, vazhdimisht, tu e pa e tu e këthy. Ja, tash i është drejt funit, unë do t'a hej, do t'a largoj, ka ngel një gisht lëng me gjithë ynyrën, kështu që është shumë në rregull se më duhet për të bë puren, edhe në mos ta përdorni me pure, me patate të skuqme, me perime të zime dhe të kavërdisme pak, duke fillu që nga bizelet, patatet, karrota, po unë e lash në këtë mënyrën tradicionale dhe e servir me që të mundesh. Tashti mishin marrë dhe zi shisi hy piruni, tej më tej, e kaloj. Biles do t'i hudhe dhe pak lëng, se u shtërru shumë pak. Gjithmonë dhe ju, kur mos ketë shumë lëng, e shtoni pak me ujë, ose me lëng mishi që të keni, edhe jep një val, edhe do t'a kaloj në sit, i heqe dhe dafinën, e kaloj në lavapjat. Mund t'a boni dhe me blinder, gjithmonë unë punoj për njerëzit që nuk mund të kenë kushte dhe i mësoj me këto kushte që ndodhen në familje, s'keni blinder, gatueni me kulles, se unë di më shumë, jam e më shume, kështu që tashti e kam shumë në rregull, ja të marri pak shumë pak val, edhe do t'a kaloj në këtë fteren, njerë, që të mos ketë mbeturina, gjithmonë i kam adet, i kam merak shumë mbeturina, to s'jam mbeturina, po kur zihen, ato pregatit një lëng shumë të mirë, ja kështu, nuk e hudh poshtë. Që dhe lëngu tjetë mas lidhse, do e shtyp kështu, si formë pureje, që të dalën nga poshtë, kullesës. Kështu që tashti jam në rregull, to mbeturina nuk i hedh, as të karotës, as të qepës. Ka dalë si formë pureje. Tashti jap një val këtyre,
kështu si që janë. Edhe me pilafë shumë i mirë, shumë i shishëm. Me të gjitha mënyrat e gatun, çdo që t'ju ketë shtëpia. Ke orizin, bë orizin, ke pataten, vazhdo me patate të skuqme, ose patate pure. Mjafto që t'jetë një gatim më ndryshe, që të plotësosh vaktin, edhe longun që doja hedhësh patjetër, se longu e madhe të butë, edhe i jep shije. Gjithmonë, trashja e longut të rostos duhet të bëhet me shumë flak, edhe jo me kapak, me em të zbulume, ja si që kam vënë kështu, nuk duhet përdor kapaku, që të trashet salca, se kjo salca që i vudhet sipër dhe serviret edhe bashkë me mishin. Tashti e mbyll vatra, e lej ta përthithi këtë nxehtësinë që ka vetë vatra edhe do ta kaloj mbi mishin. Salca e pregatitur, e trashur dhe e lidhur ashtu si që duhet, marrë dhe e hudh në një tas, e cili nga pjesëtar familje, e merr me lugë dhe e servir me mishin. Në fillim do ta servir dhe vetë, po pastaj e mban në një tas ose në një enë në rezervë që ta keni hazër. Ja. Ja dhe rosto e stufume në tenxherën e presionit, është bërë shumë e mirë, nuk e prejva për arsye se nuk ka aq mish, do me thënë të ketë mbi 2 kg e pret edhe në moment, ndërsa këtë e lë pak t'i bjerë nxehtësia që të lidhet në vetvete, gjithmonë prerja do jetë në anë të kundërt të fijes. Është bërë shumë perfekte, edhe shijen e ka shumë të mirë. Ky është një gatim perfekt për festat e fundvitit, ndaq për Krishtlindjen, ndaq për ditën e vitit të ri, që zbukuron tavolinën me mezet e veta, na bëftë mirë dhe ne, inshallah viti marr, kjo ka rëndësi, të kemi shnet dhe marrësi në gjithë familjet e juja dhe time bashkë. Miru pafshim në gatimin e radhës.